Prokurori e posaçmi ka zgjatur me 3 muaj afatin e hetimeve për kryebashkiakun socialist të Kolonjës Erion Isaj dhe 6 zyrtarëve të tjerë për abuzime me tenderat në vlerë 20 milion euro. Isaj akuzohet për shkelje të barazisë në tendera apo ankande publike e kryer në bashkëpunim, ndërsa më 24 shtator u mori pandehur për këtë vepër penale. Dash disa shpjegime shtesë dhe kam qenë në personel deklarues. Në total të akuzuar janë kryetari i Bashkisë Kolonjë Erion Isaj dhe 6 vartës të tij, ndërsa po hetohen edhe 5 persona të tjerë nga kompanitë private që kanë kryer punimet. Sipas hetimeve të prokurorit Dritan Prençi, kompania fituese ka paraqitur një projekt të falsifikuar për të fituar tenderin, pashtu kontrata pune me stafi oral për të plotësuar kushtet e konkurimit. Zbërthimi i një aparati celulari sekuestruar gjatë hetimeve ka zbuluar bisedat se si është abuzuar me procedurat e tenderimit dhe favorizuar kompanitë e paracaktuara. Konkretisht, SPAK ka hetuar 4 tendera, procedura e prokurimit për projektin e ndërtimit të rrugës Korçë-Ersek loti 2, supervizimi i punimeve për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek loti 2 dhe procedura e prokurimit për ndërtimin e ujësjellësit Ersek dhe të disa fshatrave faza e 2 nga burimet e Kozelit.